Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Bricjapit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës apo të javës për ju. Dhe po fillojmë me 7 të lajthive. Tregon është apo një reflektim mbi përpjekjet që ke bërë deri tani. Është një moment pauze, pak qetëso, të dashur Bricjapër. Dhe të shikosh sa fruta po merrni nga ato gjitha ato përpjekje. Është një thirrje absolutisht, nga që jeni duke bërë sigur në 100 jeni në shpejtësi edhe më shumë për të parë, për të realizuar, për të gjitha sikur durimin nuk e keni fare. Është një thirrje për durim në fakt të 7 lajthisë, sepse edhe pse rezultatet nuk janë të dukshme ashtu siç do të dëshironit, ato janë duke u rritur. Sa do në heshtje, për janë duke u rritur dhe së shpejti do t'i shijoni. Do thot durimi kërkohet për çfarë do që të bëhet fjalë. Kur shikoj letrën Guinevere, quhet dashuria e vërtetë, që kjo letër pasqyron tani varet për çfarë është ku është situata juaj, që thot dëshirat e zemrës tënde, nuk do thotë vetëm romantike, por në çfarë do lloj gjëje që është të zemrës tënde kanë arritur në një farë mënyrë, janë duke u dëgjuar tek universi. Është ajo, dua ta bëj në 100, dua ta arrij, gjitha këto dhe kanë arritur, absolutisht jeni duke u dëgjuar. Është në procesin e durimit të dashurisë së madhe për ju. Ky mesazh këtu është shumë i ëmbël, që tregon se zemra jote është dëgjuar, absolutisht është dëgjuar dhe atë çfarë po kërkon, qoftë nga një tjetër apo nga vetja juaj, është duke u manifestuar. Do thotë është duke u dhuar gjithë ajo çfarë po dëshironi nga universi. Dy të këmbanave, të dashur është balanca mes dy situatave, se nevojë për të mbajtur gjithçka në ekuilibër me kujdes, veçanërisht në anën materiale apo edhe emocionale. Sigur jeni përkushtuar shumë në një anë dhe duhet balancë këtu. Shikoni ku janë, mund të jetë puna, jeni përkushtuar shumë në punë dhe sikur anën emocionale apo familjen apo fëmijët apo partnerin apo çfarë apo veten e juaj. Sigur e keni lënë anash dhe këtu është ai balancimi, ose shumë jeni dhënë në familje dhe sigur ja keni varur punës, kërkon një balancë këtu dhe kjo është thjesht një këshill dhe mbretëresha e këmbanave, energji e ngrohtë, praktike dhe shumë mbrojtës. Ajo është nëna që di të kujdeset për gjithçka. Pra, nëna nuk do thotë nëna në kuptimin e asaj të plotë të fjalës siç nëna, por që të jesh nëna dhe për punë, të jesh nëna dhe për shtëpi, të jesh nëna dhe për partnerin, të jesh pak e balancuar, jo të fokusuar vetëm në një vend. Të dashur Bricjapër, kjo është, si thash, nëna që di të kujdeset për gjithçka, që të krijojë një ambient të sigurt dhe të bollshëm. Të ftojnë të jesh në atë energji, kujdesu për veten, për ata që do, duke ndërtuar ngadalë një jetë që qëndrueshme, absolutisht dhe stabile. Pra, ke mbjell parat e dashurisë apo të stabilitetit, të punës, të çfarë do të jetë, dhe tani është kohë të presësh me durim, me besim që universi në fakt është duke punuar për ty, do t'i kthej të gjitha ato. Dashuria e madhe apo stabiliteti që jeni duke dëshiruar janë rrugës. Thjesht qëndron në zemrën tënde apo në vendin ku je tani dhe pa u shqetësuar, kujdesu për veten si një mbretëresh që di çfarë e meriton, të dashur binjak. Faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim të dha diçka sot, e edhe herën tjetër, këtu gjithmonë do gjesh diçka që flet me ty dhe është me ty. Qofshi bekuar.